Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Allahun e lartë madhëruar falenderojmë. Ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala me dersin e 4 në kapitullin e namazit, me përkatësisht në dersin e 12 në fik. E që në dersin e fundit I kemi përmend erkanet e namazit nëse ju kujtohen ruknet e namazit, e që sheku pi përmendi edhe njëherë si shpejt për shkak që me I përkujtu edhe njëherë edhe me bo dallimin mes tyne edhe mes vajibateve. E sheku I ka nda kaulije edhe fealije, ato që thuhen që bohen me gojë edhe me veprime. Për atyre që kryhen me gojë, thot është tekbiratul ihrami, tekbiri fillestar, është rukn, që të më thonë nëse lihet ky rukn, namazi është I pasakt, nuk është I vlefshëm. Pastaj leximi I surës El-Fatiha, ka për qëllim për ato I cili falet vet, jo ato I cili ose edhe për imamin, jo ato I cili është pas imamit, që kjo është mesele tjetër. Pastaj këto janë këto që kryen me gojë. Teshahudi I fundit, tehiyati I fundit, që do të thonë me gojë, jo ulja. Ulja ka tjetër. Pastaj është selami. Do të thonë që këto katra janë kaulije, që ato janë me gojë. Do të thonë selami, tekbiri fillestar, tehiyati edhe el-Fatiha. Ndërsa veprimet tjera që janë rukn që bëhen me veprime është rukuja, kështu besoj është më lehtë mi bajnë men. Zgjimi nga rukuja, sejdja, ulja në mes dy sejdeve, pastaj edhe ulja e fundit, tash ulja. Ma herët është përmend edhe tehiyati edhe ulja. Dyja do të thonë janë të fundit, janë prej erkanëve, mani men. Edhe qëndrimi në kam është prej erkanëve, për ato që ka mundësi. I smuti lirohet normal me arsye nëse ka smundje sa që mund më fal ulur, falet ulur. Nëse jo edhe ulur edhe shtrin, më thonë arsyetohet. Edhe rukni I fundit që ka përmend sheku është e tama'nine, qetësia namaz, gjithsej po bëhen 7 knej edhe 4 anej, do më thonë 11 janë erkane. Ndërsa vajibatet është rëndësishme tashme mos me I përzillatni. Vajib është tehiyati I parë. Vajib është ulja e tehiyatit të parë. Për të parën tashimi të folë në qatin e dytë, fundit ke rukn, që do të thotë se nëse lihet I fundit, s'ka namaz hiç, qoftë tehiyati, qoftë ulja. Ndërsa të parët, nëse lihen nga harresa, tash kur dalin të sefi sejdë inshallah përmendim, me sefi sejdë përmisohen. Jo qëllimisht edhe vajibatet e prishin namazin. Kjo edhe tek hanefit, që ndoshta janë më të lehtë në çështjen e namazit, edhe që shumë sene I kanë të lehta, mirë por kur dje puna vajibatet, nëse qëllimisht thonë I lën për shembull, thonë konsiderohet si më kanë të bëj gare me namaz, edhe I tilli e prish namazin. Domethënë, tehiyati I parë është vajib, ulja tehiyati I parë është vajib, tekbiret I pari ke fillestari ke rukn. Çdo tekbir tjetër është vajib. Kur të bim në ruku, kur të bim tani pastaj në sejdë, me sejdë, kur zgjohem pse këto janë vajib. Që do të thotë nëse lihen edhe këto kompenzohen me sejdë, është po qëllim çdo herë nëse lihen nga harresa. Pastaj tesbihi,
që e themi në ruku, subhana rabbiyal azim, një herë vetme është vajib. E dyta, treta, katër, pesë ato janë sunet. Pastaj tesbihi që bëhet subhana rabbiyal azim një herë, domethënë është vajib. Subhana rabbiyal ala në sejdë një herë është vajib. Pastaj rabbi ighfirli është vajib mes dy sejdëve. Një herë edhe kjo. Çka shtohet më shumë, çdo gjë tani çka shtohet përveç tyne janë hinte sunetet. Pastaj semi Allahu limen hamideh, për ato i cili falet vet edhe për imamin, është vajib. Ndërsa jo për ato i cili është xhamat pas imamit. Kjo është diskutabile, a do të më thonë ajo. E që në medhheb është mos më thonë hiç. Thot semi Allahu limen hamideh, xhamati thot vesh rabbana wa lakal hamd. Aleikum selam. Edhe rabbana wa lakal hamd është prej vajibate. E që po bëhen gjithsej 8 vajibate, 11 erkane. Pastaj thot shejku wa baqi sunan aqwal wa af'al mukammil lis-salat. Dhe çdo gjë përveç tyne çka përmend, përveç tyne 11 erkane. Edhe 8 vajibate, 19. Përveç tyne çdo gjë tjetër është sunet. Që do të thot me lanin e tyne nuk prishet namazi. Për shembull, nëse nuk thu 2 ose 3 herë, dytën ose tretën herë subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala nuk e thu, nuk i nevojë as më pas se sejdë, namazi është i plot. Nëse nuk e thu subhaneken ose dua të tjera që i zaventson subhanekja, që janë që thuhen para elhamit, këto janë sunet, që lejohet të lihen. Mirë po normal vepruesi i tyne shpërblehet. Domethënë që to në përgjithësi, për shkak se jam kthy pak për mas. 19 erkane edhe 19 edhe 8 vajibate. Të tjerat përveç tyne janë sunete. Shejku para se më kalu të sejdja, vazhdon se halona imi kanë të fol për formën e namazit. Para se më kalu tash te mënyra e sejdës, i përmend edhe disa sunete të cilat duhet të veprohen pas namazit. E këtu pak po zgjerona edhe të sunetet që janë brenda namazit, me pas për qëllim vllaznice, ka njëherë sunetet sikur i mësojmë me qëllim që mi lan ato. Që sikur tash për shembull namaz fuqahat që i kanë përmend sunetet, çdo herë kur thuhet te fuqahat sunet namaz është për qëllim që nëse e lën s'ka problem, s'ka nevojë me pas sejdë as kur gjë. Mirë po jo, na është mirë me marr atë mësimin që me mësu sunetin që me praktikue, jo me mësu që me ju largu atina. Për shkak se sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kanë shumë mushet didin këtë farë mesele, janë kanë shumë të kap për suneti, sa që Abdullah ibn Umeri përmendet në hijret kur e ka bëj hijretin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka përcjell edhe detajet më të vogla që i ka bëj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit. Edhe ku ka poshu në cilën pemë, ka marrë hije, edhe kjo është mundu pastaj me pasu. Edhe pse kjo kanë thonë plot dietarë se nuk është sunet hiç. Për shembull, fillon pemën ka poshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka poshu për shkak se e ka qit puna atë. Jo se është për sunetit ose për fesë, mirë pa e ka praktiku. Qash fort ka qenë një kap për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mughira ibn Shu'be, kjo pak jashtëme, po edhe çto po përmend. E transmeton një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndalon prej gjuajtjes me gur me prashk khadh, i thonë me shtik këtë në lastek që kanë përdorur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjujt me gur, guraleca të vogël. Që hadithi ka transmetu Mughira ibn Shu'be. Edhe thot pejgamberi sallallahu mos gjuni gur, thot për shkak se as nuk e meton, as nuk e mbyt gjahun me gur, me guralec e gjun kështu, s'ka mundësi me mbyt i gjah me ta. Thot as nuk e frikson thot armikun, vetë i ka përmend shkaqet pejgamberi sallallahu. As nuk e frikson armikun, thot mirë po ka mundësi dikuj një kafshë ose njeri ose dikuj ja then dhamin ose ja çarron synin. Për
katër çdo arsye ka ndalu pejgamberi. Çit hadithe ka transmetuar Mughira ibn Shu'ba. Me njerëz e ka nipi pejgamberi selam e ka pa dikon të gjujt gur. E i ka thonë mos gjuj gur, si çështu ka thonë pejgamberi selam ka ndalu. Edhe e kalon. Mas disa ditëve e ka pa të njëjtin apet halat të gjujt gur. Thuhet se nuk i ka fol më kurr. Çit hadithe transmeton Imam Neveviu në Riyadhus Salihin tek tema kujdesi i sahabive ndaj sunetit pejgamberit selam. Qa që jenë konë të rep në meselen e sunetit, qa që kur kanë mësu diçka që kanë ndalu pejgamberit selam, nëse kanë po tjetën si për zbatan, nuk i kanë folë heq. Edhe kjo veç për shkak se ja kundërshtaj fjallën e pejgamberit selam në mënyrë veprimin e tij, nuk i ka folë më heq. E kjo për e lidhi me sunetet. Për shembull subhaneke ose do tjera që kanë ardhur, nuk është mirë të lihen vllazni. Bile kanë thonë, ka për djetarve që kur jenë hi ma fell të shpigu çështjen e namazit, përjetimin e namazit, kanë thonë nëse shejtani mundohet me të bindë që ti me lanë subhaneken ka njerë. Ka raste ku ti për shembull do më falë ma shpejt, hin direkt në ilham, inshallah namazit është i plot. Mirë po nëse shejtani mundohet shpesh herë më ta përsërit që kanë thonë bën se fisejde, edhe pse subhaneke ja është sunet, bën se fisejde veç për inat shejtanit në mënyrë që mos me lanë më të bindë që nesër mos me thonë ti subhaneke, ose mos mi thonë të tjera që i përmenem që 2 herë, 3 herë që janë sunete. Sido që tjetë shejku thot fe idha faragha min salatihi istaghfara thalathan. Pasi që e përfundon namazin, jap selam, thot i bën istighfar 3 herë. Astaghfirullah. Kjo është për sunetit. Wa qala Allahumma anta salam wa minka salam, doja që e thojmë tonë Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka ya dhal jalali wal ikram, për sunetit. Pastaj thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. Këto doja janë këtë në mbroj. La ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Me thonë pas namazit për suneteve. Pastaj thot 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Ndërsa në të 100 herë e thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çto janë sunetet pas namazit që i përmend e shejku. Ndërsa shejku nuk i përmend edhe 3 mënyra tjera të dhikrit që kanë ardhur në transmetime, kjo është jashtë tekstit shejku tash, që pejgamberi selam ka bot të neu, i thojnë arabisht, e ka bot dhikrin në mënyra të ndryshme, jo që do herë ka praktikuar këto. Mas shumë të ka praktikuar këto, të njohurin 33, 34 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Domthonë që kjo është më e njohura. Pastaj ka transmetime që pejgamberi selam i ka thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, ndërsa Allahu akbar ka thonë 34 herë. Kjo është mënyra tjetër që e ka praktikuar pejgamberi selam mas hadithit, mas namazit. Pastaj transmetim tjetër ka që pejgamberi selam i ka thonë edhe ka 25 herë. Mirë po, e ka thonë fjalën subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Këto katra i ka thonë ka 25 herë, gjithsej bojnë 100. Që kjo është mënyra e tretë. Ndërsa mënyra e katërt që transmetohet që pejgamberi selam e ka bërë dhikrin pas namazit, është edhe nga 10 herë. 10 herë subhanallah, 10 herë alhamdulillah, 10 herë Allahu akbar. Do thonë që këto katra janë që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka praktikuar pas namazit tash, secili e shen nga një herë është mirë, kanë thonë dietarët, ka një herë, që më thonë, mos me praktiku gjithmonë të njëjtën. Mirë po për shkak duke mundu për në praktikim sunetit pejgamberit selam edhe me i ndryshu. Kështu që është mirë me i praktiku ka një herë të gjithat. Mirë po më e njohura është kjo që e ka përmend shejku. 33, në 34-tën me thonë doan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndërsa është edhe një hadith ku Muadh ibn Jabelit thot më ka këshillu, thot pejgamberi selam më ka thonë një dua kur mos e le pas namazit. Kanë ardhur disa transmetime fi duburi salah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik.
Këtë dua dietarët kanë diskutuar a me thonë në fund të namazit para selamit apo pas selamit. Se që kjo duburi sala i bjen fundis i namazit. Duburi thojnë pjesës të pasme, trupit edhe çdo gjoje. E ka tash disa komentime dietarëve. Mirë po, Sheikh Islam Ibn Taymija e jap një mendim që në familje është përmbledhsi edhe i mendimeve të tjera. Thot nëse e thu me qëllim të duas, me niyet të duas, e thu në fund të namazit para selamit. Allahumma a'inni ala dhikrika, më ndihmo që të përmendi tyja. Wa ala shukrika wa husni ibadatik, edhe që të falenderoj ty edhe që mirë të adhuroj ty. Ndërsa thot nëse e bën me niyet të dhikrit, sikur që dhikri që e përmendëm që bëhet pas namazit, thot e bën pas selamit. Do thonë që kjo është në përgjithësi praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot warrawatib almuakkada at-tabi'a lilmaktubat 10. Thot ndërsa sunetet të cilat janë sikur pasuese, cilat sunetet të renditura ditore që konsiderohen që janë pasuese të farzeve, thot janë 10. Sheku i përmend 10, ndërsa ka shumë transmetime që janë 12. Sheku përmend hadithin e Ibn Omerit radiallahu anhu, thot Ibn Omer radiallahu anhu, hafidhtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. I kom mësu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 rekate. Rakaatejni qabla dhuhr, 2 rekate para drekës, 2 rekate pas drekës, 2 rekate pas akşamit, 2 rekate pas yatsis edhe 2 rekate para sabahut, bojnë gjithsej 10. Qëto janë prej suneteve ditore të renditura që muslimani është mirë vazhdimisht me i praktiku. Mirë po, ka transmetim tjetër që janë 12. Transmetimin thot Ummu Habibe. E transmeton men salla 12 rak'atan fi yawmin wa layla buniya lahu baytan fil janna. Hadithin e transmeton Muslimi që thot pejgamberi selam, kush i fal 12 rekate mbrana ditës edhe natës, mbrana 24 orë është për qëllim, i ndërtohet një shtëpi në xhenet. E këto kur e ka përmend, i ka shtu edhe 2 të drekës. Domethënë 4 para dreke. Qëto konsiderohen sipas shumicës dietarëve 12 rekatet të renditura ditore që muslimani nuk është mirë me i lënë. Ndërsa çka është interesant lidhje me çit hadith, 4 transmetues, domethënë 4 gjenerata me rënd që e kanë transmetuar çit hadith. Ummu Habibi e parë ka thonë prej momentit që e kum ndëgju çit hadith, thonë kur nuk i kom lënë mashallah. Pastaj mas Ummu Habibes e ka transmetuar një sahabi i cili quhet Anbese. Edhe ky thot prej si kum ngutha çit hadith prej Ummu Habibes, kur thot nuk i kom lënë. Pastaj prej këtij Anbeses Amr ibn Aus e ka transmetuar hadithin, thot kur e kom ni Anbesen duke më thonë që të hadithet kur nuk i kom lënë, thot qëto 12 rekate. Pastaj i ka thot Nu'man ibn Salim, thot kur e kom dëgju, thot kur nuk i kom lënë. 4 gjenerata rresht. Qash fort e kanë praktikuar sunetin e pejgamberit sallam. Te ata ka qenë vllazni në momentin që është ndëgjuar një hadith për dallim prej neve fatkeqësisht në praktik e kanë futur më një herë, nuk ka pas diskutim. Edhe ditoria e tyre në krahasim ndoshta me tonën ka qenë shumë më e vogël për disa gjëra. Mirë po ata kanë pas fehm, kanë pas fikë që ato që kanë dëgjuar kanë kuptuar fort edhe kanë futur më një herë në praktik. Edhe kështu edhe ruhet ditoria kur futet në praktik. Kjo në përgjithësi sa i përket suneteve. Normal ka përmend Abdullah ibn Gjibrini që e komenton këtë libër, ka përmend edhe transmetime tjera në përgjithësi që ka transmetime që pejgamberi selam ka fal recate 2 recate edhe para farzit të akşamit. Edhe ka hadith që pejgamberi selam thot rahimallahu rajulan, transmetim tjetër rahimallahu imra'an salla 4 qabla al-fajr. Allah mëshiroft atë person qabla al-asri. Allah mëshiroft atë person I cili I fal 4 rekate para namazit të ikindis. Hadithin Sheikh Albani e bën hasan. Është hadith I mirë që
në vepra të mira, në kësi raste do të praktikohet. Ka sunete tjera jashtë tyne. Mirë po këto që u përmenen 10 ose 12 janë praktike pejgamberit alayhis salam që vazhdimisht nuk i kalon vetëm se veç në udhime ose ndonjë arsye tjetër. Që kjo sa i përket namazit edhe pas namazit. Ndërsa kapitulli i radhës është kapitulli i sehvi sejdës, i sejdës së leximit edhe i sejdës së shukrit. Thot wa huwa mashru' idha zada al-insan fi salati ruku'an. E tash mëson rregullën mirë dëgjone. Rregullën që ka të bëjë me sehvi sejdën që mos me pas pastaj problem. Thot është pjesë e fesë ose pjesë e sunetit e praktikës pejgamberit alayhis salam se fisejja. Në atë rast kur shton në namazin e tij ruku, sejdë, qëndrim në kom, ulje nga harresa. Domthon ruku, sejdë, shtu 4 veprime kryesore që bën. Ulje edhe qëndrim kom i shton nga harresa. Do të më bë se fisejde. Au naqasa shay'an min al-madhkurat ata bihi wa sajada lis-sahwi. Ose tash diçka prej çtyne ka mangësu, çtyne 4-ve, thot i duhet me i praktiku edhe me bos se e gabova në fillim. Këto janë prej erkaneve. Nëse i bën nga harresa, duhet me i përsërit, me i bën edhe me bos se fisejde. Se e harrova qëtë pjesë. Shkruan e mirë që mos me gabu. Domethënë, nëse ka harru rukën, ka harru ruku, ka harru sejdë, ka harru qëndrim kom edhe ulje nga harresa, duhet me bën apet. Qoftë brenda namazit, qoftë nëse përsërit namazin apet. Vjen me ta, domethënë e praktikon. E ka harru një ruku, e din, ka rënë sejdë e para në ruku. Që të rukut që ti reqati herë do kur ai duhet me përsërit. Edhe pasi që ta përsërit bën se fisejde. Ka harru sejdë, ka harru qëndrim kom edhe ka harru ulje. Domethënë tehijatit. Duhet me e praktiku. Edhe pastaj me bën se fisejde. Thot ose ka lanë një vajib. A kesh i kjort? Ondi masi jeti shenu. Ose ka lanë vajib për vajibatëve që u përmenen më herët që kenë 8. Tash, nëse ka lanë një vajib, për shembull për vajibatëve përmenem që është, me thonë një herë Subhana Rabbiyal Azim, në ruku. Ka harru me thonë. I tilli i kujtohet, momentin që i kujtohet, tash, vajibin s'ka nevojë me përsërit sikur se ruknin. Ruknin duhet me përsërit, duhet patjetër me arë me ta, nëse ka harru rukuaj, patjetër duhet me bën rukun. Për ndryshe çaj reqat nuk konsiderohet reqat mo. A vajibin, Subhana Rabbiyal Azim, ka harru me thonë, e plotson vetëm me se fisejde. S'ka nevojë me falë një reqat tjetër ose më radhë një herë në ruku që me thonë. Që kjo është dallimi mes ruknit dhe vajibit. E kem përmend në herën e kaluar. Vajibi kompenzohet veç me se fisejde. E bën se fisejden edhe kryet, s'ki nevojë me përsërit. Rukni, ja. Rukni do të më përsërit, do të më arë me ta, do të me praktiku, tani në fund apet me bën se fisejden që namaz me koni plot. Thot edhe nëse ka dyshim në shtim ose në mangësim. Nëse dyshon tash se a ki shtupi që tyne, apo ki mangësu, dietarët të kanë përmend me i shku në sigurtën. Cilla është në sigurtën? Nuk e dina i ke falë 3 reqata e 4. 3 i ke falë sigurt. Ti e sigurta është ajo çdo herë, ajo që është më pak. Që kjo është me i shku në sigurtën edhe e konsiderojnë veten sikurse tash i qun kom, nuk e din a jeni çat 4 ose 3-tin, e konsiderojnë në sigurtën që jenë 3-tin. Në fund veç bën se fisejde për shkak të dyshimit që e ki pas. Edhe tash shejku çdo herë masi që i përmen në dispozitat, vjen tash me argumente me tregu një farë mënyrë se ka i kanë nxjerrë këto.
Thot, wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama an at-tashahhud al-awwal fasajad. Ka orë transmitime që pejgamberi selam është zgjuar pa uljen e parë. Edhe në fund veç ka bose fisejde edhe është plotsu namazi. Që do të thotë, ulja e parë është vajib. Edhe s'ka nevojë nëse ti e ke harru tash, na përmendëm më ulja e parë është për vajibatëve. Nëse ti e ke harru, s'ka nevojë me praktiku edhe një herë. Mirë po në fund veç me se fisejde edhe namazi është i plot. A nuk është e njëjta për uljen e fundit. Ulja e fundit patjetër do të më praktiku. Nësa pejgamberi selam i ka ndodhur që është zgjuar në rekatin e tretë pa ul në të parën. Edhe në fund veç ka bose fisejde edhe namazi ka qenë i plot. Domethënë peshi i hadithi e kanë nxjerr që nëse lihet vajibi, s'ka nevojë me praktiku, mirë po mjafton veç se fisejja. Pastaj thot وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. Pastaj pejgamberi selam ka jap selam në namaz për namazeve transmetuesi nuk e ka ditë a është dreka i kindi. E ka përmend, nuk ka thonë sigur ka qenë i dyshimt, nuk e di a ka qenë dreka i kindi, mirë po namaz 4 rekate. Kjo është ajo që ka neve na intereson. Si dreka si kindia i kanë 4 rekate. Thot pejgamberi selam ka jap selam në rekatin e dytë. Edhe pasi që ka jap selam, sahabët janë çudit, a shkortu namazi kanë thonë abden, që janë çudit ka ardhur në veprim që më herët s'është praktiku, dreka 4, i kindia 4. Pasi që i kanë kujtu pejgamberit alayhis salam që i ka fal veç 2 rekate, pejgamberi selam e ka plotsu namazin edhe ka bose fisejde. Që do të thotë që nëse lihet rukn, si në këtë rast i kalon 2 rekate, patjetër do të më plotsu namazin. Do thonë, që i ka falë edhe ato dyja, edhe ka bose fisejde në fund që me qenë namazi i plot. Ndërsa transmetim tjetër ka ardhur që pejgamberi selam ka gabuar edhe në rast edhe i ka fal 5 rekate. Namazin 4 rekatesh e ka fal 5. Edhe kur i kanë tregu, nuk përmend transmetimin si kanë ndodhur detajet, mirë po kur i kanë tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fesajde sejdetayn ba'da ma salam. Pejgamberi alayhis salam i është kujtu se i ka fal 5 rekate. E ka thonë sahabit, a është shtu namazja? Pejgamberi selam i ka pyet sahabit tjerë, a në mënyrë ky sahabiu që po thotë se a është shtu namazi, a ka dënë me thonë me ta që është që kom fal diçka më shumë, i kanë treguar sahabit se po e ke fal namazin 5 rekate. Pejgamberi selam ka ra më një herë në sejdë, më një herë është ul, i ka bërë 2 sejdë edhe ka jap selam. Do të thonë që to në përgjithësi, kur ka shtim, paksim edhe dyshim. Pastaj hadithin e dyshimit e përmend vet pejgamberi selam, idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalatha am arba, tash te dyshimi jemi. Pejgamberi selam thotë, nëse dikush dyshon në namazin e tij, edhe nuk e din ai ka fal 3 apo 4, thotë le ta hedh poshtë, le ta gjun poshtë dyshimin. Thotë edhe le ta ndërton namazin e tij në të sigurtën e që është për qëllim në numrin më të vogël të rekateve. Pastaj i bën 2 sejdë para se me jap selam, edhe thotë pejgamberi alayhis salam, nëse e ka për qëllim, nëse tash këto 2 sejdët janë të rekatit të tretë, jo të katërtit, thotë konsiderohen sikurse është fal rekati i katërt. Nëse këto 2 sejdë wa in kanë sala taman, kanë ta terghimen li shejtan, edhe nëse i ka fal tamam çfarë sa janë rekatet, thotë këto konsiderohen sikur poshtrim për shejtanin. Nëse tash ti je në rekatin e tretë drekës, edhe je dyshimt a je në tretin anë të katërtin. Ti shkon sigurtën, thu, unë jam në tretën. Mirë po, për shkak të dyshimit, ti tash normal e fal rekatin e tretë edhe e fal rekatin e katërt.
për shkak të dyshimit ti bën në fund bën sefi sejdë. Që kjo sefi sejdja, ka thonë pejgamberi selam, që në një mënyrë nëse e ka gabu në reqatin e katërt. Ky nuk e kon tretin, po kon të katërtin për me, e tash kur është shumë me fal të katërtin sipas njetit tina, ju kanë bë 5, atëherë me sefi sejdë ju bëhen 6, ju bëhen namaz çift. Që kjo është qëllimi i hadithit. A nëse thot pejgamberi selam, nëse e ka qellu tamam, mirë po bën sefi sejdë, sefi sejdë është lloj poshtrimi për shejtanin. Që kjo është kuptimi i hadithit. A kesh i qartë? Do thonë, nëse gabimi i tina ka qenë tash kur pejgamberi selam i ka thonë shkoj ti në sigurtën. I ki jenë dyshim mes tretit dhe të katërtit. Sipas ti e sigurta është e treta. Mirë po, në vërtet ai ka qenë të katërtën. Apo kuptoni? Tash, kur ky e ka konsideruar veten në tretën, kjo është çu pastaj me falë reqatin e katërt. A në vërtet të kon të pestin. Sefi sejdja i llogaritet sikur se e ka fal edhe 6-tin, edhe i bëhet namaz çift, 6 rekatësh çift. Se s'bën më fal namaz 5 rekatësh, për shembull. Edhe është namaz i plot. Kjo është veç për si thonë lil fajde, veç me ditë kuptimin e hadithit. A nëse e ka pas mirë ato që kanë cilën kanë ndërtuar në mënyrë e ka fal 4 rekate tamam, sefi sejdja llogaritet si poshtrim për shejtanin. Kjo është kuptimi i hadithit. Wala huwa an yasjud qabla as-salami aw ba'dahu, që e ka përmend shejku bën me bose sefi sejdën para selamit ose pas tij, e kjo pastaj është mesele që unë nuk ja usha naku juve kujt shumë fort me ta. Më rëndësi është të na vllazni nëse ju bjen mundësia për shembull më thonë imam këtu ose dikun tjetër, ju kisha thonë me praktiku sefi sejdën që praktikohet në mëdhëbin Hanefi. E këto besoj e dini ju haram me po, mas tehijatit japin selam, i bën dy sejdë tani thotë edhe një herë këtë tehijatin, salavatet doan me jap selam. Që kjo është sefi sejdja e mëdhëbit Hanefi që praktikohet na. Nëse jeni imama, ju kisha këshillu që doher me praktiku këto. Për shkak që mos më bë përçamje, edhe kjo është e argumentuar, edhe inshallah namazi është i plotë dhe çdo gjë në rregull. Për ndryshe mendimi i shejkut edhe i mëdhëbeve të tjera përveç mëdhëbit Hanefi është se sefi sejdja praktikohet në fund të namazit para selamit. Do thonë i thot një herë krejt tehijatin, salavatet edhe doan, jap selam, nuk jap selam hiç, veç e bën sefi sejdën, pastaj jap selam dion. Al mëdhëbin Hanefi, masi si ta thosh ti tehijatin, bën selam aleikum rahmetullah, tani bjen këtu jo. Kështu që edhe nëse jeni të bindëm që me praktiku çdo të dytën, do thonë që me lanë në fund, mirë po jeni imama, ju bjen puna për shembull me xhamat ose diçka, praktikoni të parën për shkak që mos me vë përçamje. Na kanë met edhe sejdja e leximit edhe sejdja e shokut shpejt për shkak se na shkoi gat. Përmend sheku edhe është sunet thot sejdja e leximit për ato i cili lexon edhe për ato i cili ndëgjon. Tek ndëgjimi e përmend që është për qëllim me ndëgju mirë Kur'anin. E dini janë 15 ajete të sejdës në Kur'an, e 2 prej tyre janë pak diskutabile mes dietarëve. Ajeti i dytë që ka është në surën Araf, në surën Hajj. Nëse s'gaboj, po në surën Hajj është ajeti i dytë, në surën Hajj janë 2 ajete të sefi sejdës. Ajeti i dytë është diskutabil, a është ajeti i sefi sejdës apo jo. Edhe ajeti që ka ardhur i sejdës në surën Sad, edhe ky e diskutojnë dietarët a me bë sejdë apo jo. Ndërsa 13 tjerat s'ka diskutim se sa herë që dëgjon, e ndëgjon mirë, do thonë qartë, jo nuk konsiderohet ndëgjim nëse na jemi të folë çto edhe që atje njihet Kurani. Kanë thonë për këto s'ki nevojë me bë sejdë të leximit. Mirë po do të më ndëgju, ashtu që ka thonë Allahu në Kur'an, kur të lexohet Kur'ani ndëgjoni. Nëse jetë do i bëhet çisi ndëgjimi, atëherë është sunet me praktiku sejdën. Do thonë për ato që lexon edhe për ato që e ndëgjon. Qoftë namaz, qoftë pas namazit, jashtë namazit. Edhe nëse çto ajete i bin
është namaz të falë, kënën elhamin. Fillon me lexu për shembull surën Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Këtu është një ajet i sejdës. Momentin që e lexon, bën sejdë namaz, ngrihet në kom. Do të thonë edhe namaz, edhe jashtë namazit nëse e lexon, është të bëhat me Kur'an, e lexon bën sejdë. Edhe shejku thotë është sunet, ndërsa ka pi dietarëve që thonë është edhe vajib. Mirë po, Allah alem, ma afert është se sejdja e leximit është sunet. Pastaj wa kadhalika idha tajaddada lahu ni'ma. E përmend sejdën e shukrit. Sejdja e falëndërimit. Nëse i ka ardhur ndonjë mirësi, ndonjë begati, thot ose ju ka mbrojt ndonjë e keqe, ndonjë sherr, diçka, thot sajjada lillahi shukran. Është sunet me bon sejdë si shaj falëndërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kur ki një diçka që ka të gëzon, një begati, një mirësi të ka ardhur prej Allahut, ose din që Allah të ka mbrojt, ka rujt për një sherri, për një të keqe, ka transmetim që është sunet me e bon sejdën e falëndërimit. Edhe e përmend disa raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur lajmi që për disa fitore që i kanë arrit sahabët në disa lufta, kur i ka ardhur lajmi që kanë fitu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë sejdë të shukrit. E ka bë sejdën e falëndërimit. Çdo herë me kuptu vllazni, diskutimi të salavatet është për qëllim fjala veç Allahumma salli ala Muhammed. Për këto tjerat, tam dietar thonë është sunet. Domethënë se edhe nëse i lën salavat ibrahimia i thonë, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim ali Ibrahim thonë sunet. Ajo që ka diskutohet mes dietarëve është veç me thonë Allahumma salli ala Muhammed. Veç i kjo pjesë, ka për dietarëve që thonë është rukn krejt. Ka për tyne që thonë vajib, ka për tyne që thonë është sunet që thonë hanefit. Tash, ku i kanë argumentet, Allah thënë në Kur'an, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ja ejuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu dhe me lajket dërgojnë salavate mbi pejgamberin a.s. Sallu alaihi, edhe ju tash dërgoni salavate mbi ta, ka ardhur në mënyra urdhërore. Mirë pa ka ardhur tash namaza në përgjithësi, këtë është tash diskutimi mes dietarëve. E që plot thonë se nuk është qëllimi namaz, mirë po është qëllimi në përgjithësi, muslimani ka obligim më dërgu salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe një argument tjetër ata që thonë vajib dhe që thonë rukn është se sahabët kur ka zbrit ky ajet e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, i kanë thonë o i dërguar i Allahut, selamin na pedim, se ajeti ka ardhur inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alayhi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alayhi, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dërgani jo salavatën mbi ta, wa sallimu taslima, edhe dërgani edhe selam. Paqja është me përkthim. Kanë thonë sahabët i kanë thonë pejgamberit selam që do të fundit pedim se më dërgu selam është selam aleikum wa rahmatullah. Pedim që është më dërgu selam mbi ty. Mirë po nuk pedim që është salati mbi ty, duaja mbi ty, se s'na ka rënë menim nganjëherë. Asnjëherë për teje. E tash pejgamberi selam ja ka shpjeguar, edhe kur ja ka shpjeguar ja ka përmend salavatet qëto komplet. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Tash ka thonë dietarët, thonë sahabit në këtë rast kanë pyet për mënyrën se si më dërgu salavate, edhe nuk kanë pyet se a është obligim ajo. Këta që thonë sunet e kanë fjalën. E që një pyetje është edhe Sheikh Uthejmini. Thonë sahabit në këtë rast e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam veç për mënyrën se si më dërgu salavate. Mirë po nuk kanë pyet se a më dërgu ajo që pejgamberi i ka thonë faqulu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Dhe ju thuani kështu. E tash ata për çfarë fjalës dhe thuani kështu kanë thonë që ka ardhur urdhërore për pejgamberin selam, kështu që kemi obligim me thonë. Mirë po jo, pejgamberi selam është ka qenë veç duke u shpjeguar aty në mënyrën se si me thonë. Kështu që
është ko gjatë diskutabile, nuk është mirë me lanë kur, po nëse spaku, nëse dikush dënë me lanë, ose mas shumë të që ka mundësi në i rast, ma të ngudë shumë që me falë namazin, spaku le të thëtë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Edhe i jap selam, edhe inshallah namazi është i plot. Çdo herë të pas parasysh që jem të fol veç me që namazi i plot. Kështu që ajo si diskutohet që salavatet duhet me i thonë, edhe doan, bile me lexu kanë herë transmetime se na tash po zgatim pak jemi të fol vllazni shpjegimin e namazit sipas fukahave. Edhe kjo është shumë e rëndësishme me kuptu jo kur të flasim për namazin ose për shumë sene në ato që kanë fol fukahat. Fukahat nuk flasin atë aspektin shpirtëror as një pikë nuk e përmendin hiç. Këtyne ju intereson me ditë se si është namazi nga pamja jashtme i plotës e ju. Për hadithëve, ajetëve që kanë mujtë ata mi mbledh. Mirë po atë anën shpirtërore, fukahat me përjetimin e namazit me këto as që mirën. Këto do të me pas parasysh. Libra tjera kajtë shkruhen, për shembull për hadithe ose argumente që kanë ardhur për përjetimin e namazit, këto namazit sipas sunetit pejgamberit alayhis salam në detaje, ato janë tjera. Fukahat kur të flasin për namazin ose për rregullat që deri tash jemi të përmend, e kanë në mënyrë dojnë me tregu veç bën s'bën. Çike lejohet, nëse lejohet, çdo është argumenti se lejohet, nëse s'lejohet çështë. Domethënë fiku me kështu është e kem përmend nëse zgabojmë në fillim, ka aspekti i mirën veç me atë aspektin praktik, është pak në mënyrë i ftoftë kështu për nga përjetimi, apo den. Kështu që normal në esencë salavatet s'bën milon. Tani si kështë të thonë, te doja, për shembull i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabiu, këshilloj që kur mos me lon doan për 4 gjëra në fund namazit. Doan që na e bëjmë Allahu minni udhu bika min adhabil qabr, min adhabi jahannam, min fitnatil mahya wa min fitnatil masih ad-dajjal. Për shembull, për këtyne gjëra ka hadith që pejgamberi i ka thonë mos e le kurrë. E hadithe tjera që Ibn Rajebi ka këshillu për shembull që përmendet djalin e vet, mos jap selam kur pa bë dua në sene. Domethënë çështja e duas, hala pa kalu që salavatet as që duhet më diskutu, është çështje jo e lehtë me lënë. Mirë po çdo herë po them në atë aspektin që kanë shpjeguar fukahat është që nëse lihet doja në këtë rast edhe për doan kanë thonë është sunet, domethënë namazi është i plot. Mirë po nuk duhet të lihet. Që kjo në përfundimi. Allah është përblija për ndëgjimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.